Po ashtu disa vargje të një poezie të Imam Ahmedit, rahimahullah, cilat shpesh herë Shejkhu Abdullah al-Bukhari, shejkhu i përmend gjallësimeve të tij, ku thot ky imam rahimahullah: "Idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu, walakin qul alayya raqibu." Pra nëse ti ndonjëherë vetmohesh ndonjë ditë, mos thuaj jam vetëm, mirë po thuaj si për meje kam një mbikëqyrës. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. Dhe mos e llogarit Allahun pra që për një moment i fshehet diçka, dhe as se ajo që fshehet prej tij, pra kur fshihesh ti si njeri, yaghib, pra alej, pra në realitet i fshihet atij dhe nuk e di ai. Pra nuk është situata e tillë, çdo herë kur robi është në vetmi thot Aleje raqibu, si për meje ka një mbikëqyrës. Aspekti tjetër pra është e kundërta e takuallahut dhe devotshmërisë, dhe ata janë mëkatet, dhe s'ka dyshim dhe s'ka dyshim se mëkatet kanë ndikim të keq tek njerëzit, ndikim negativ pra, si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër. Ka thënë Sulejman et-Tejmi rahimahullah: Inna ar-rajula la yusibu dhanba fi sirri fayusbihu alayhi madhallatu. Ndodh që njeriu të bëjë një mëkat në fshehtësinë e tij, dhe kur agon, pra e kap dita e ardhshme dhe e gjen në veten e tij poshtërsinë dhe poshtrimin e atij mëkati që e ka vepruar.